Samiti i Komunitetit Politik Evropian po mbahet ditën e sotme në Tiranë. 47 lider shtetesh dhe qeverish nga mbar Evropa u mblodhën në Tiranë për të diskutuar mbi sfidat më të mëdha me të cilat po përballet kontinenti. Pjesëmarrës në samit janë kryeministri britanik Starmer, kancelari gjerman Merz, presidenti francez Macron, kryeministri italiane Meloni, kryeministri spanjoll Sanchez, presidenti turk Erdogan, kreu i NATO-s Rutte, presidenti Ukrainas Zelensky. Samiti do të bashkëdrejtohet nga kryeministri Edi Rama dhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Në moton Evropa e re në një botë të re, unitet, bashkëpunim, veprim i përbashkët, ky forum politik synon të thellojë bashkëpunimin ndërmjet vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre jashtë si një platformë e hapur për dialog. Programi i samitit nisi në orën 10 me mbërritjen e delegacioneve dhe deklaratat për media, pasuar nga ceremonia zyrtare e hapjes në orën 11 dhe fotografia familjare në orën 11:30. Argëtuese dhe surprizuese para nisjes së samitit evropian në Tiranë ishte videoja e krijuar me inteligjencë artificiale, ku liderët evropian të shndërruar në bebe përshëndesjen në gjuhën e tyre shqipërinë si vendi mikpritës. Diskutimet e samitit zhvillohen rreth 3 tryezave tematike: siguria, ndërtimi i një Evrope më konkurruese dhe të qëndrueshme ekonomikisht dhe sfidat e mobilitetit dhe fuqizimin e të rinjve. Tirana është sot qendra e vëmendjes evropiane, teksa mirëpret samitin e 6 të Komunitetit Politik Evropian, tha Rama. Është vërtet një nder i jashtëzakonshëm për të gjithë pendin tim, për të gjithë popullin shqiptar, që t'ju mirëpres në këtë vend të gjithëve. E në këtë shtëpi të ndërtuar enkas për Komunitetin Politik Evropian në Tiranë, ku nuk jeni të rrethuar nga makthet e Europës në pikturën e rilindjes e as nga zbrastia e një hapësire të përkohshme takimesh. Jeni të rrethuar nga imagjinata e fëmijëve shqiptar për Europën. Në fakt, mbritja juaj vijon një fushat zgjedhore ku Europa ka qenë më e pranishme se kurrë, jo si një çështje që krijon dasi, por si një deklaratë e përbashkët, e pretendimi përbashkët identiteti, jo si një listë politikash, por si një përgjërim i thellë për përkatësi, jo si një grup e grumbull detyra shtëpie, por si një fat i bashkëndar. Jap se është kaq kënaqësi që fushata u përqendrua te këto fjalë. Europë, identitet, përkatësi, e identitet fitoi më shumë se 52% të votave. Për mikun tim të dashur këtu, Kier, ishte një rezultat mjaft i ngjashëm në referendumin e Brexitit. Ideja e Europës së Bashkuar është në mënyrë paradoksale e lashtë edhe krejt e re. Një prej kampionëve të saj ka qenë një francez në shekullin e 18, abati i Shën Pjetrit. Në hirin e traktatit Utrechtit pas vitesh luftë, ai parashikoi bashkimin e shteteve europiane, një vizion kurajoz, idealist i paqes përhershme. Projekti i tij përfshinte edhe bashkëpunimin me Rusinë, si edhe me Ballkanin dhe shtetet e Mesdheut.